Çfarë po ndodh në Shqipëri? Në 40 orët e fundit ja kam bërë pyetje vetes vazhdimisht, çfarë po ndodh në këtë vend? Janë 3 vrasje në 3 orë. 3 vrasje në 3 orë dhe një 3 ngjarje tjera kriminale që janë regjistruar në më pak se 24 orë. Pa llogaritur që një 48 orë më parë ka pasur edhe 2-3 ngjarje tjera të frikshme. Po i shtroj një nga një, po bëj një pyetje, çfarë ndodh në shoqërinë shqiptare? E di pse them? Sepse ne kemi banda, ne kemi krim të organizuar, ne kemi vrasje për larje sapesh, vrasje për tregun e drogës, për territorin e tjera, që edhe vendet e tjera i kanë nivele shumë më minore se ne po i kanë. Po vrasjet që po ndodhin dhe që janë regjistruar në 2 ditët e fundit në Shqipëri janë të çmendura, janë vrasje banale, janë vrasje që në thelb nuk kanë asnjë lloj, po i quaj motivimi dhe që ndodhin vetëm nga nervat e momentit. Po i përmend një për një ngjarjet për të munduar të kuptohet se çfarë ka ndodhur. Ngjarja e parë, ndoshta më tronditësja, ishte ajo që ndodhi në Berat. Një burr së bashku me bashkëshorten e tij, 42 vjeçar, së bashku me vajzën 9 vjeçare dhe djalin dhe me nënën e tij, të pestë nisen për një ditë turistike në Berat nga Tirana. Nisen nga Tirana në Berat, vizitojnë Kalan, shohin që në lëndinën e Kalas, ku shumë prej jush mund të kenë që mund të kenë parë, ishte një kal që vinte rrotull, vajza donte të bënte fotografi me kalin, i ka insistuar tjatit, nuk e kanë arritur dot se kali ishte i zgjidhur dhe vinte vërdall në për atë lëndinën aty, kanë shkuar të hanë drek, kur janë kthyer kanë parë që kali ka qenë i lidhur aty. Kalin e përdorte një burr për turistët dhe për shqiptarët apo tuaj, por kryesisht për fëmijët që hipnin mbi kal dhe bënin fotografi. Personi që kishte kalin vepronte pa nipt, pa regjistrim në tatime, merrte nuk e di sa, ndoshta shumat mund të kenë qenë modeste në shërbim, me sa kujtoj unë se më ka qelluar dhe mua, që kam qenë shoqëruar me amerikan dhe ai jepte çmimin sipas kur i dukeshin të huaj jepte 10.000 lekë, kur ishin shqiptarë jepte 2-3.000 lekë. Një person me probleme ishte duke qëndruar me kalin. Vajza ju afrua kalit. Babai shkoi me celularin t'i bënte një fotografi vajzës së hipur mbi kal ose duke përkdhelur kalin. Fillon sherrri mes tij dhe pronarit kalit, nuk e di tani, është pak e paqartë. Diku thuhet që nuk i dha lekët, diku thuhet që ai i tha mos u merr me kalin, sipas dëshmisë që ka dhënë policia, i ka thënë që unë i thash mos e përkëdhel kalin se sot është përkëdhelur shumë. Kështu që nuk ka nevojë të përkëdhelet më, filloi sherrri, nxjerr thikën dhe e vret 42 vjeçarin në sy të vajzës 9 vjeçe, në sy të djalit, në sy të tjëmës dhe në sy të bashkëshortes. Nuk ka baba në botë që po t'i kërkonte vajza ti të bënte një foto me kalin, nuk do shkonte të bënte foto me kalin. Dhe nuk ka baba në botë që mos japi 2.000 lekë, 3.000 lekë për të bërë vajza atë foto që e do. Është e gjitha një kafshëri. Si mundet një njeri të nxjerrë thikën kaq thikë dhe të shkojë të vras një njeri, t'i marrë jetën një njeri, në sy të familjes t'i, në sy të nënës dhe në sy të fëmijëve, se s'po fustu dhe bashkëshorten, pse i përkëdheli kalin? Çfarë u zbuluan pas? Jo vetëm që ky njeri vepronte pa nipt, pa llogari, pa regjistrim, pa gjë, pra nuk paguante asgjë tatime, por mbi të gjitha kishte qenë i dënuar për një vrasje, të cilën dënimin e cilës nuk jo ishte dënuar, por kishte bërë një vrasje, dhe dënimi për këtë vrasje nuk e kishte kryer kurrë sepse u arratis dhe erdhi në Shqipëri. Vrasjen e kishte bërë në Greqi, mos gaboj, erdhi me emër tjetër, e dinte gjithë Berati që ky kishte bërë një vrasje dhe askush nuk reagonte. Dhe ky njeri punonte për ditë me turist. Një njeri që punon me turist duhet jetë i licencuar, duhet jetë i trajnuar, duhet jetë njeri i skeduar. Në radhë parë, një njeri që është akuzuar për vrasje nuk mund të shërbejë turistëve. Nuk mund të ketë kontakt me 200, 300, 400 veta në ditë. Nuk mundet një njeri dënuar për vrasje që nuk e ka kryer dënimin, se mund të ishte dikush që i kishte ndodhur. Vrasja ishte tronditse. Ky njeri u fshe, pastaj policia e kapi, po çrën si ka. Një baba nuk jeton sot dhe një vajzë do t'i mbetet peng gjithë jetën që ju vra babai sepse ajo kërkon të bënte një foto me kalin. Ai kuptoni se çfarë tmerri është atë. E kuptoni që është jashtë logjikës. Shkojmë te vrasja e dytë. Pizzaioli dhe kuzhinjeri përplasen mes tyre mos ishin ca muaj për punën e prosciuttos crudo. Mos ma jep dhe pizzaioli nxjerr thikën, e vret kuzhinjerin në kuzhinë në vendin e punës, shkon pastrohet në banjo dhe pret policinë. A ka logjik që të vrasësh një njeri,
të therrësh një njeri në vendin e punës se zihesh apo se të bullizonte. Po nëse të bullizonte ik nga ajo punë. Nëse të bullizonte anko të pronari, nëse të bullizonte shko bëj denoncimin në polici. Ore është kriminale ti marrësh jetën e një njeriu se bashkë me jetën e atij njeriu ke shuar edhe jetën tënde, do dënohesh me burgim përjetshëm, do kalbesh gjithë jetën burgjeve, por mbi të gjitha ke marrë një jetë njeriu. Ngjarja ishte teje tronditse, një nga lagjet më të njohura të Tiranës, më të njohura jo, po ndoshta më të dëndura të Tiranës. I merr jetën me qetësinë më të madhe, pastaj pret policinë pasi e pastruar i lar dhe e pret. Rasti i tretë ishte rasti i zonës Durrësit. Një djalë që kishte punuar 6 vjet në Francë, që shkuar dhe në Greqi ishte kthyer, vret babain me një herë mbas drekës në tavolinën e bukës, ku ishin duke konsumuar drekën. E vret, pastaj zhduket, shkon në një lokal dhe i thot policisë nuk më mend si e kam vrarë, me çfarë e kam vrarë dhe për çfarë thanesh e kam vrarë, po ai më bërtiste shumë sfumi. Një djalë që vret babain e tij, a e kuptoni për sherrë banale, se i tha pse s'punon, pse s'shkon në punë, pse rri kështu, çat ka gjetur, a e kupton sa herë njerëzit grinden familje, sa herë babai i thot djalit apo vajzës pse sillesh kështu, sa herë vajza apo djali i thot babait, të lutem mos bëj këtë, të nxjerrësh pikën dhe ti marrësh jetën. 3 vrasje në 3 orë. Në 1 vrasja e parë në Durrës, në 3 vrasja e dytë në Kavaj, në 5 vrasja e tretë te komuna e Parisit. Nuk mjaftonin vetëm këto. Në mëngjes një inspektori tatimor ju vu tritol në Shkodër. Ju vu tritol një inspektori tatimor. Është çmenduri. Është jashtë çdo lloj logjike kjo. Megjithatë, kjo është ngjarje kriminale, kjo kërkon policinë edhe bëhet. Po ti vësh tritol për të vrarë njeriu, çfarë do problemi mund të kesh ti me inspektor tatimor? Një ditë pas këtyre, te Myslimshyri, në një furgon parkuar që rrinte prej 5 ditësh aty, u gjet arsenal armësh që të pushtoje gjithë Tiranën. Të pushtoje gjithë Tiranën, 5 snajpera, 17 kalashnikov, 15.000 fishek. Po çfarë është kështu? Por kjo është jashtë, megjithatë ky është aktivitet kriminal, pra po është jashtë logjike. Si mund të jetë një arsenal i tillë në Myslimshyri, në zemër Tiranës, në një nga rrugët më të dëndura të Tiranës, kishte edhe eksploziv pafund aty. Imagjino sikur ai furgon ndodhte në një fatkeqësi e tillë dhe i ner aty ku kalonin për ditë fëmijë. A e kuptoni se çfarë gjëje të mërshme ishte? Dërsa ca ditë më parë akoma, një person u vra sepse në 1 natës në një lokal në zonën e Manzës, mos gaboj, u zu dikush me kamarierin sepse s'mbën kafe. Personi ndërhyri t'i fliste të mbronte kamarierin, kamarieri e bëri kafen, po 2 personat u vran mes tyre, pra njëri u vra. Pse nuk më bën kafen? Tani, unë i kuptoj vrasjet kriminale për aferat mëdha, për çështjet mëdha, për kontroll territori, se gjithë bota ka tilla. Po mund zihet njeriu, pse më përgdhele kalin, pse nuk më dhe proshutën, pse më bërtiti babai, apo pse nuk i bëre kafen. Tani këtu ka një problem shumë të madh me shoqërinë shqiptare. O jam çmendur unë, o jemi çmendur të gjithë ne. Ne kemi një problem të dukshëm. Përveç problemit presionit shoqërisë që ti duhet tregosh i fortë për të treguar që je dikushi, problemi më i madh yni është shëndeti mendor. Në Shqipëri kemi probleme serioze me shëndetin mendor. Më qëllon të shoh në rrjetet sociale njerëz që më shkruajnë që transformohen nga mesazhi 2 tek i 3 dhe janë dukshëm të smur. Ne duhet bëjmë një listim të plotë të njerëzve që kanë probleme shëndetësore. Familjet duhet të tregojnë menjëherë tek mjeku për persona të tillë, sepse po marrin qafë familjen dhe familjet e tjera. Domethënë, një njeri nuk mund të jetë normal që thua pse më përkthele kalin dhe të vrasi babain para vajzës, djalin para nënës. Është jashtë logjikës normale të gjërave. Një njeri nuk mund ta vras babain e tij nëse nuk ka një problem mendor. Çfarë do lloj pakënaqësie që të ketë me babain e tij. Nuk mundet 2 njerëz që punojnë prej 1 viti bashkë marrë shtikën dhe ta therrësh ti sepse ma dha, më tha, jep e mos ma jep proshutën crudo. Dhe është akoma më çmenduri të shkosh të vrasësh ti sepse kërkove kafe dhe s'erdhi kafja në kohën e dur. Ka një problem që nuk shkon dhe ka një problem shumë madh me shoqërinë shqiptare. Është një shoqëri e dhunshme, ku dhuna konsiderohet si status social dhe kush tregohet i dhunshëm duket sikur merr më shumë po e quaj respekt nga njerëz. Fakt nuk është kështu. Kushdo nga këta persona që ushtron dhunën, thellë është njeri që do t'i shkatrohet gjithë jeta e tij. Në burg do i shkojnë ata, në burgimet përjetshme pjesa më e madhe e tyre. Nuk do dalin kurrë nga qelia. Çfarë fituan ata me statusin e tyre?
pavarësisht pasaj atyre që janë smur dhe absolutisht insistoj edhe një herë, shëndeti mendor duhet kontrolluar në Shqipëri, se kjo është e tmerrshme. Ndaj po shtroj edhe një herë pyetjen, çfarë po ndodh me Shqipërinë?